Давањето под концесија на јавното осветлување во Тетово беше тема со која кандидатот за градоначалник на општина Тетово Бајрам Реџепи ја започна својата изборна кампања во рамките на коалицијата Национална алијанса за интеграција. Бајрам Реџепи изјави дека преку оваа концесија општина Тетово и нанела штета на општинската каса, додека од тоа профитираат само поединци. Тој ги увери граѓаните на Тетово дека веднаш по изборите ќе го укине овој договор. Сипас ксај контрате, оператори приват дуајќи бренда 6 муајве, nga data e nënshkrimit të zëvendëson të 8720 llamba ekzistuese me llamba të reja smart dhe LED, dhe ky afat është i kaluar prej kohësh. Por Tetova sot ende nuk ka ndriçim të modernizuar dhe qytetarët paguajnë fatura më të shtrejta për ndriçimin publik në Tetovo. Ky është një plan i pastër për pasurim të individëve në kurisë të qytetarëve. Dhe unë ju siguroj se këtë kontratë do ta shfrytëzojmë menjëherë dhe nuk do të lejojmë që pasurimi i individëve të vihet mbi interesin publik dhe mbi të ardhmen e qytetarëve të Tetovës. Од друга страна, неговиот против кандидат и актуелен градоначалник на Тетово Билјалка Сами од Влен го брани концесискиот договор, велејќи дека сега општината обезбедува приходи од околу 200.000 евра годишно и дека Тетово е подобро осветлено од кога било. Ne kemi përmendur që në të kaluarën derisa ndriçimi publik menaxhohej nga komuna, në çdo vit komuna duhet të plotësoj pagesën e faturave të energjisë elektrike që harxojnë nga ndriçimi publik me diku rreth 200.000 euro në vit, dhe sot përderisa ky menaxhohet nga privati, në çdo vit komuna ka të hyra diku rreth 200.000 euro mjetet të cilat shkojnë në zgjerimin e rrjetit të ndriçimit publik. Përderisa deri dje Tetova, gjysmë e Tetovës ishte në terr, sot nuk ka rrugë dhe rrugic Tetova që nuk ka ndriçim publik, dhe me këtë projekt ne po vazhdojmë në zgjerimin e rrjetit të ndriçimit publik. Инаку јавното осветлување во Тетово е дадено под концесија во 2023 година.